Deputeti i Partisë Socialiste për Tepelenën akuzon ministren Nikolla në komisionin parlamentar se mban në drejtorinë arsimore të Tepelenës shokun e saj të klasës së paaftë. Deputeti Dashamir Kamberi, drejtues vendor dhe prefektura, ka kërkuar largimin e këtij drejtori, pasi arsimi në këtë rreth është në kushte dhe gjendjen më skandaloze. Për socialistin Kamberi, drejtorët e shkollave nuk plotësojnë asnjë kusht, ndërsa mësuesit japin mësim jashtë profileve, ndonjëherë edhe në gjendje të dehur. Mësues që ka cafytën rrihen. Mësues e drejtorën në efektin e pjeve, nxënës që ranë mësues është jashtë rolit, nuk kryen detyrën në rolin e më të paaftit përgjegjësi i zyrës arsimore që pas shërimit e deri më sot. Ka qenë shoku i klasës së ministres, po mbahet arbitrarisht nga ministri i arsimit. Është vetëm seksion i mirëfill politik. Akuzat e deputetit Kamberi për një seksion arsimor të emëruar politikisht dhe me njohje personale e kanë vendosur në vështirësi ministren Lindita Nikolli, ku oponenca në komisionin ku mungonte opozita i bëhen nga mazhoranca. Ka qenë në kurs me mua krahas 80 të tjerëve, një drejtor që fitoi konkursin pas një lloji ndikimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Drejtori i zyrës arsimore në Tepelen është ndër 5 më të vlerësuarit në Shqipëri. Tepelena e hoqi kopjen dhe Tepelena ju kthye ca serioziteteve që sigurisht jo gjithkush ju pëlqen. Deputeti Dashamir Kamberi, në kërkesën drejtuar ministres për largimin e drejtorit të zyrës arsimore të Tepelenës, rendit edhe disa fakte, ku ai si përgjegjës nuk ka reaguar. Një ndër to është dhe vjedhja e regjistreve në qytetin e Memaliaj nga vetë maturantët.